Prefektura e Qerkut Korçës bazuar në informacione të përcjella nga ARSH, Drejtoria e Qendërlindje, Bashkitë dhe strukturat përgjegjëse, bën të ditur se situata e krijuar nga rreshtet e shiut dhe të borës vjen të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Si pasojë e rreshjeve të shiut, argjinatura e lumit Devol vjen të jetë e qarë, duke bërë që rreth 3600 hektar tokë bujqësore në fushën e Maliqit të mbeten në ujë. Nga rreshjet e Dëborës nuk raportohen problematika madhore. Në përgjithësi, akset rrugore janë të hapura, megjithatë disa segmente paraqesin vështirësi. Aksi Qaftë-Plotë Shqukës mbetet ende i bllokuar, ndërsa vjen puna për pastrimin e inerteve. Në rrugën e fshatit Dardas po punohet për krijimin e bypassit, ndërsa rruga e fshatit Denas vjen të jetë e bllokuar dhe ndërhyrja do të kryhet sapo të ulet niveli i ujit. Sipas ARSH, Drejtoria e Qendërlindje në aksin Ersek Leskovik, puna ka vijuar gjatë natës me kriposje për shkak të ngricave. Qarkullimi lejohet vetëm me goma dimërore dhe zinxhir. Në aksin Maliq, kufiri me Gramshin, situata paraqitet pa probleme dhe qarkullimi është normal. Në segmentet Korçë-Ersek, kilometri 3 dhe Zëmbla-Gorice-Bilisht, Miras, kilometri 6, është kryer kriposje dhe qarkullimi vijon me goma dimërore. Në aksin Boboshtic-Zdardh, për shkak të temperaturave të ulta gjatë natës, është kryer kriposje në të gjithë segmentin. Në bashkinë Devol, në fshatrat Maçurisht, Progre e Cangonj, uji është tërhequr plotësisht dhe situata është normalizuar. Nuk raportohen probleme të tjera. Në bashkinë Kolonj janë konstatuar ngrirje të rrugëve dhe strukturat e bashkisë po punojnë në terren. Procesi mësimor ka filluar normalisht në shkollat e qyteteve Ersek e Leskovik, ndërsa nuk kanë nisur në fshatrat Shtik, Starje, Mesiçk dhe Qafzez. Janë marrë masa për sigurimin e ngrohjes. Nuk ka probleme me furnizimin me ujë dhe energji elektrike. Në njësinë administrative Gor janë konstatuar përmbytje të tokave bujqësore në fshatin Velçan. Rruga e fshatit Senisht ka një segment të dëmtuar dhe aktualisht është e pakalueshme për mjetet. Në fshatin Dolan janë shënuar rëshqitje dherash që kanë bllokuar rrugën dhe kanë dëmtuar rrjetin e ujësjellësit. Probleme në qarkullim raportohen edhe në rrugët e fshatrave Strels, Zvarishte, Lozhani Lart, ku ka prani dëbore, kalim mjetesh që kryhet me vështirësi. Gjithashtu është dëmtuar argjinatura e kanalit kryesor në fshatin Leminot dhe është shkatëruar plotësisht një urë. Dëmtime janë konstatuar edhe në segmentin rrugor Kakaç Vërçun, ku nga rëshqitjet e tokës është dëmtuar ushqyesi i rezervuarit Vërçun Podgorie. Strukturat e mbrojtjes civile dhe shërbimet rrugore u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të qarkullojnë vetëm me goma dimërore ose me zinxhir, për shkak të ngricave të pranishme në disa segmente rrugore. Situata po monitorohet në vijim deri në normalizimin e plot të gjendjes dhe rikthimit të shërbimeve bazë.